Kreu i Partisë Mundësia Agron Shea i pyetur për rrezikun e humbjes së mandatit të dytë në qarkun e Tiranës pas vendimit për rinumërim, deklaroi se në Shqipëri çdo gjë është e mundur. I ftuar në emisionin Opinion, Shea u shpreh pro rinumërimit duke theksuar se procesi është i mirëpritur dhe se nuk ka vënë për manipulime pasi sipas tyre posedojnë filmimin e numërimit. Sipas tij, votat janë numëruar nga përfaqësues të Partisë Socialiste dhe Demokrate dhe ngatërimi mes votave të kandidatëve tregon qartë që mund të dalin çuditëra. Ai shtoi se vëmendja është më e madhe tek numërimi i votave për partitë, ndërsa tek kandidatët është bërë më pak kujdes. Në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve, Shea tha se është i kënaqur nëse krahasohet me pritshmëritë që votat e Partisë Mundësia do të shkonin dën. Megjithatë, ai pranoi se nuk është arritur objektivi kryesor, krijimi i një grupi parlamentar. Shea i ndër të tjera theksoi se mbështetjen më të madhe ka marrë në zonat urbane si Vlora, Durrësi dhe Fieri, ndërsa në zonat rurale rezultati ka qenë më i dobët. Sipas tij, kjo lidhet me faktin që Partia Mundësia ofroi një vizion të qartë dhe të ndërlikuar që nuk u kuptua lehtësisht në përfshatra. Ai theksoi se votuesit më të informuar përfaqësuan idetë e tyre.